Presidenti Barack Obama theksoi angazhimin për të hapur vende të reja pune dhe për të forcuar sektorin e prodhimit industrial përmes krijimit të zonave me përqendrim investimesh publike e private në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Presidenti njoftoi krijimin e një zone të re për prodhim industrial gjatë vizitës në shtetin e Karolinës së Veriut, ku recesioni i viteve të fundit ka shkaktuar probleme të shumta me papunësinë. Zona e parë e kësaj natyre u njoftua vjet në Youngstown të shtetit Ohio's. Në Universitetin Shtetëror të Karolinës së Veriut, qeveria federale dhe 18 kompani private po bashkojnë forcat dhe fondet për të krijuar një zonë të dytë që do të përqendrohet në pajisjet elektronike për energjetikën. Obama e vuri theksin tek prirja e kthimit të vendeve të punës në Shtetet e Bashkuara dhe u ndal tek një temë që pritet përfshihet edhe në fjalimin e tij mbi gjendjen e vendit në 28 janar. Presidenti bëri thirrje Kongresit të miratoj ligje që nevojiten për ngritjen e 45 zonave për prodhim industrial në mbar vendin. Në komentet në Karolinën e Veriut, presidenti u ndal tek shifrat që tregojnë se gjatë mandatit të tij të parë u hapën 568.000 vende pune në sektorin industrial, përfshirë 80.000 vende pune të hapura vetëm gjatë 5 muajve të fundit. Ndërkaq mbi 8 milion vende pune janë hapur që nga kulmi i krizës ekonomike.